Timi i një radhës për sot është rëndësia e besimit. Çështjet ose disa arsye që besimi është i rëndësishëm në marrëdhënien tonë me Zotin ose edhe me njëri tjetrin. Besoj që gjithë secili prej nesh është te kjo pjesa e besimit. Dhe kemi të bëjmë me besimin, kemi të bëjmë gjithashtu edhe si marrëdhënia ndër to. Në momentin që neve fillojmë një marrëdhënie, ne gjithashtu çdo lloj niveli të jetë. Si më e lehta, më thënë që s'ka shumë përgjegjësi, edhe tek më e rëndësishmja që japim rëndësi të veçantë. Po çfarë ndodh? Ndodh që neve kemi shumë të rëndësishme këtë çështjen e besimit. Për shembull, në marrëdhënie në përditshmëritë tona neve themi kam nevojë që ti besoj, kam nevojë që ti zebres, kam nevojë që ta njoh më mirë, që të mund ti besoj diçka akoma më të rëndësishme. Ndërsa Argjendi po lexonte nga Hebrejnë 11 edhe aty autori po përmendte shumë njerëz të ndryshëm për gjatë historisë biblike, që thoshte me anë të besimit ata bën këtë. Me anë të besimit Noeu ndërtoi varkun, me anë të besimit Abrahami ofroi si sakrificë Isakun e kështu me radhë. Me anë të besimit Mojsiu, me anë të besimit Jakobi. Edhe po mendoja gjithë këto të rëndësishme, po neve kemi gjërat më të thjeshta, më elementare. Me anë të besimit ne besojmë që gruaja jon do bëj gjë të mirë. Nuk vetë kripës nuk hodhi diçka që të na smuri nepe. A kërkon kjo çështje besim? Po ne nuk e mendojmë. E mendojmë ne këtë gjë. Provoje ti. Si është bërë. Pra ky është ai, pra është një lloj besimi që është shumë i fortë, është i lidhur, dhe nuk, domethënë, është diçka, është rutinë e përditshme, por neve nuk e logjikojmë. Po nëse do të ishte dikush që mund kishte bën një tentativë kështu. Besoj që ne nuk do ta merrshim mundimin të hurçim tavolinë me atë person apo. Nuk do ta merrshim mundinin fare që t'i afroheshim burzinës atij person. Me gjithashtu mund të kishte bë tentativat na thoshte, shiko, ti provoje, unë e kuptoj çka gabimi kam bërë, por nuk e bëj më. A do ta merrshim mundimin të shkoshim afër? Do të besonim ne atij ose asaj persone, asaj zonje që të gatuante për ne? Jo, ushqimi është goxha i rëndësishëm, Do të haja rraci barkut. Imagjinoni tani. Ose e keni vënë re njerëzit që ju pëlqejnë dorën, se shumica këtu ju jeni gra dhe çdo fjalë që thuhet do të përdoret kundra ne. Si është ajo mira në gjykat, çdo gjë që ti bën dhe thua do të përdoret kundra teje në gjykat. Ti ke drejtë e fjalës, thot, po çdo gjë që ti thua dhe çdo gjë që ti po bën në ky moment të tuti do të përdoret kundra teje në gjykat. Tani, por e keni vënë re që kur vjeni mik ose edhe tek nana ose tek kështu me radhë, do të thënë kur merrni vesh që ka gatuar nana për shembull, do shkojmë se na pëlqen. Për shembull, ka disa gjellëra që mami im akoma i bën mirë. E godet, e qëllon shumë mirë, edhe të kënaq me ushqim. Tu tek kjo pjesë, fjala duhet, është fjala greke që është dei, nuk i hujura shumë në detaje rrënjës fjalës greke. Por, kjo lloj fjale imponon një lloj, është e fuqishme se sa fjala shqip duhet.
si themi neve ndonjëherë kur duhet me patjetër. Ha? Shembull, kur janë disa dokumenta të rëndësishme në duhet patjetër, se u thyn bra. Je në mënyrë automatike je folëzuar. Apo jo. Duhet. Nuk e di si ja vendosin në këtë tekst diçka që është me patjetër. Neve mund të themi, mund të shpjegojmë me fjalë të tjera që është e domosdoshme. Por në greqishtën e vjetër, kur përdorej fjala dej, do të thënë që duhet, atëherë dije se ishte diçka e rëndësishme. Ai lidhe me gjithçka që shihesi një nevojë fikse ose një qëllim i papërballueshëm. Pra, nuk ndalen më. Përshkruante një fakt të pandryshueshëm, një autoritet të pamposhtëm. Shiko sa rëndësishme është kur vjen fjala për besimin tek Perëndia. Nuk diskutohet më. Fjalët, si themi në fjalët e tepra në fukur Allah, mboll, s'kam më, kaq një herë flasim. Neve ndonjëherë themi po pse kështu, po pse ashtu. Duhet, nëse ne duhet të kemi marrëdhënie me Zotin, nëse duhet të jemi në rregull me Zotin, duhet besim. Kaq. Jo po të bëj Zoti kështu, mua po të më bëj Zoti kështu, po të më bekoj Zoti kështu, unë do ta rregulloj kështu, edhe unë do t'i besoj Zotit kështu. Përfaqësonte gjithçka që ishte absolutisht e patundur në forcë ose në vullnet. Kjo është një frazë e shkëputur nga libri Dr. Ken Chant në dinamikat e besimit. Besoj që në anglisht mund ta gjejnë, nëse keni qejf që ta lexoni. Pra, është diçka e rëndësishme çështja e besimit në marrëdhënien me Zotin, duhet. Pra, neve gjithashtu edhe në çështën në marrëdhëniet tona të rëndësishme, neve kemi shumë pavarësisht shakave që nana ime bëri, të zhyt, por vjen një moment ka do që mund ta ketë bërë gjellën e mirë e kështu, por nuk ma solli me dashuri, me respekt, ashtu siç unë i ofroj me dashuri, me respekt, jo vetëm me prindërit, se me prindërit nuk diskutohet. Ne faleminderit Zotit i kemi prindër të mirë që na duan edhe kujdesen edhe shqetësohen për ne. Por imagjinoni sikur të shkoje në një ambient të tillë, gjella gatimi ishte është shumë i mirë, dhe mund të thënë në klipish vishta. Por ama po ta solli pjatën aty thotë edhe çol di bëra. Besoj që ndonjëri nga ne do të shkon. Me një mendje të qetë, me një mendje të kthjellë. Nuk do të shkon. Po do të shkon një herë, dy herë, ku me kishte po themi ne çat bëj se s'kam çat bëj se s'kam të çmoj, nuk kam parë. Po do vini një moment që do lodhësh. Do thosh nuk e dua më. Pra, po nuk pati dashurin, po nuk pati atë zemrën, po nuk pati atë besimin në brendësi, veprimi pastaj nuk merr rëndësinë e duhur. Nuk ka më vlerë. Prandaj po themi edhe në momente të tilla kur ne përballemi me njëri tjetrin edhe themi për çfarë, më mirë mos ta kishte dhënë fare, ku nuk e shikojmë atë rëndësinë, besimin që vendos. Romakët kapitulli 14 vargu 23 thot, por ai që është me dy mendje, edhe sikur të haj është i dënuar sepse nuk ha me besim, dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. E thot Pali tek Romakët kapitulli 14 vargu 23. Pra çdo gjë që ti bën, e keni vënë re që mendja, truri ynë është një vegën, nuk e di si mund ta thuash, një pajisje e makinerisë sonë trupore shumë e fortë, shumë e fuqishme. E keni vënë re kur jeni të gëzuar, ndjeni sa mirë, sa të shplodhur, sa të qetë. Në momentin imagjino në momentin që ne jemi duke folur, dhe bum, gjojmë një zlurën të çuditshme. Ose ndikush do na krem. Çfarë do të shkaktonte mendja jote? Çfarë do t'i thoshte? Çfarë mesazhi do t'i çonte trupit tonë? Do t'i çonte një lloj mesazhi frike, Neve në ato momente që jemi të gëzuar, do të fillonin që të na dridheshin gjunjë, do fillojmë të zverveshim, do fillojmë të dridheshim. Edhe ndonjëherë
mund kemi nevojë të shkojmë edhe mbajnë. Te e shkakton mendja, frika, mesazhi që ajo i çon trupit tonë dhe thot frik. Kujdes, rrezik. Më fali që pas. Por kjo është mesazhi që po i çon mendja trupit tonë. Por mesazhi tjetër kur deve jemi të qetë. Çfarë mesazhi? Unë jam mirë, unë jam shumë mirë, unë jam i fuqishëm, edhe trupi ju qetësohet, edhe muskujt tonë qetësohen e kështu me. Pra mendja jonë është një vegël shumë e fuqishëm që ne mesazhin që i çojmë trupit tonë. Edhe kjo është e provuar, por edhe biblikisht kemi vargje që mbështesin të gjë. Sepse është lidhet shumë fort me besimin. Kur mendja jonë stresohet, lodhet, mërzitet, shkakton trupit tonë që të ketë nëse mundet nga më të çuditshëm. Pastaj është sigurt që gjithashtu është edhe dieta ushqim, por një armë shumë e fuqishme është armiku dhe miku ynë më i mirë i vetes tonë është mendja. Me këtë gjë, çfarë neve i themi, çfarë neve themi trupit tonë që po bën, atëherë ato do. Nëse unë do t'i them vetes time që nuk jam i pashëm, nuk duke mirë kështu, më shbët trupi xhunga, nuk pa ha shëndetshëm, jam shëndoshur e kështu. Një nga këto gjërat e shpjegojnë dhe këtë anoreksin, që nga që ata fiksohen aq shumë, sa thonë që unë jam i shëndosh, ndërkohë që janë kocke lëkurë. Edhe trupi çfarë bën pastaj? Bën që çdo ushqim që ti han, do ta azesojë se do ta bëjë që ti ta nxjerrësh, mos pa asimiluar, pa marr asnjë lloj vlere ushqimore. E njëjta gjë është edhe me besimin tonë. Pse është shumë i rëndësishëm marrëdhënia jonë me Zotin dhe besimi që neve vendosim tek Zoti. Besimi është u ka bërë juve sot që jeni erdhët për të adhuruar Zotin, është për shkak të besimit që keni në Zot. Por ne nuk duhet të jemi, Jakobi bëri shumë gjëra të mira, me anë të besimit, ai i besoi Zotit, por në një moment ai tha, në qoftë se Zoti mua më bekon dhe më ruan, unë do ta adhuroj Zotin. Por e vërteta është që çfarëdo që të jetë, çfarëdo situate që ne vendodhemi, besimi ynë për Perëndin duhet të jetë i palëkur. Fakti është një nga gjërat që neve nuk arrim dot ta kuptojmë, ose nuk duam ta kuptojmë, nuk e di si mund ta them. Është që ne në situatën ku neve jetojmë, ku ndodhemi, themi që duhet të kemi sigurisht që na pëlqen një jetë e qetë, një jetë në paqe, po do të vi edhe sikur ti kish të gjitha këto, do të vi një moment që edhe trupi yt është ligji i dytë i termodinamikës, domethënë nga lulëzimi vjen dekompozimi, domethënë që vetë degradohet, vdesin qeliza. Pra është dhe një moment i tillë që ti ke nevojë që por nuk do të jetë gjithmonë. Pra do të kesh dhimbje. Edhe duke patur këtë lloj mënyre, këtë lloj forme jetese, njerëzit mendojnë që e fajsojnë Zotin. Por ashtu siç kemi zgjedhjen e lirë, pra që kemi vendosur me anë të besimit jemi këtu, që ta adhurojmë Zotin, me anë të besimit dhe njerëz të tjerë, mos besimit të tyre, do ta shikojmë këtë gjë. Me anë të mos besimit të tyre, shumë njerëz kanë vendosur që mos ngrihen nga krevati. Ose me anë të besimit të tyre për diçka tjetër kanë vendosur që kjo gjë është më e rëndësishme se sa unë të shkoj dhe ta adhuroj Zotin. Nuk gjikon dot njëri. Pra Zoti, prandaj se Zoti e ka vendosur zgjedhjen e lirë. Unë sot zgjodha që ta adhuroj Zotin. Unë sot zgjodha që dal pikaf. Unë sot zgjodha që flej gjumë. Unë sot zgjodha që mos bëj asgjë. Pra kjo është për shkak të besimit, nuk mund ta imponosh dikë ta bësh me forcë. Sa do të ndonë edhe mundohemi me fëmijët tanë që t'i themi t'i mësojmë, shiko, haj këtë se kjo është e shëndetshme, mos ha gjëra të thata se s'bën mirë, e kështu me radhë.
Po ata ka një moment që fillojnë dhe provokojnë vetën atyre. E nxjerrin ushqimin, nëse neve ja japim. Ndaj dhe ne mundojmë që t'i bindim që kjo është e rëndësishme. Por ajo çfarë desha të theksoj te kjo pjesë është, nuk mund ta imponosh dikën me forcë. Sepse vetë Perëndia ka lejuar këtë gjë që çdo njeri të zgjedhë me anë të besimit. Neve zgjedhim që të kemi marrëdhënie me Zotin. Me anë të besimit në Krishtin Jezus marrim shpëtimin. Ju mund të keni veneration. Ata që nuk janë pagzuar nuk marrin nga darka e Zotit. Nuk e se kanë ndonjë more bekimin tek ajo pjesa, domethënë që do di unë, nuk pastrove. Po është për shkak të besimit që ti ke vendosur, je pagzuar në fillim, ke pranuar Krishtin, ke marrë faljen e mëkatit, je rrethyer përpara Perëndisë, unë jam mëkatar, kam nevojë për faljen tënde. Edhe në pagzin ti e merr këtë gjë, dhe Zoti thot, tani që ti je biri im, je bija ime, sa herë që mblidheni bashkë, bëjeni këtë në kujtimin tim, merrni kupën, sepse gjaku për mua, vera, ka rëndësi, sepse unë e pranova, unë e besova, apo unë besova që më pastroj, më shenjtëroj, më shpëtoj, më bëri të quhem biri i Zotit. Kjo është ajo rëndësia e kësaj. Zoti Perëndi, vini re, mungesa e besimit bëri që njeriu të binte në mëkat. Që në fillim, edhe shumë gjëra ndodhin sot. Edhe për shkak se njerëzit humbin besimin tek njëri tjetri, i bëjnë ata që të marrin vendime duke bërë veprime të nxituara, veprime negative, duke filluar që të dëmtojnë trupin e tyre duke pirë, duke shpërdoruar, e shumë gjëra merr. Zoti Perëndi e mori pra njeriu te Zanafilla kapitulli 2 vargu 14 dhe 17. Zoti Perëndi e mori pra njeriu dhe e futi në kopshtin e Edenit me qëllim që ta punonte dhe ta ruante kopshtin. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu duke thënë: "Ha, madje lirisht nga çdo pemë kopsht, por mos han nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash për saj, ke për të vdekur me siguri." Te kjo pjesa, vargu i fundit, shumë njerëz thonë: "Po mirë, nëse Zoti neve në të vërtetë na donte, pse e vendosi pemën, për të mirës e të keqes? Po sa vendosi fare. E do ishim rahat." Por a ka kuptim që njerëzit të jenë në një ambient ku nuk kanë lirinë e zgjedhjes? Është provuar në moment edhe në këto vendet komuniste, edhe shumë eksperimente të tjera që janë bërë. Njerëzve janë vendosur në ambiente të tilla ku çdo gjë i plotëson. Çdo tek e mundshme i plotëson. Pra nuk ke nevojë për asnjë gjë. Mjafton që neve të marrim të drejtën e fjalës, të drejtën e zgjedhjes. Pra ti nuk ke të drejtë që të dalësh jashtë, të shikosh, të eksplorosh. Vetëm këtu. Edhe njerëzit ka ardhur një moment që ka shpërthyer edhe kanë dalë, domethënë kanë vdekur për shkak të asaj, duke tentuar për të dalë, sepse pra çdo njeri Perëndia vendosi lirinë e zgjedhjes, të drejtën e zgjedhjes që në fillim, që ne të mund të zgjidhni Perëndin ose jo Perëndin. Edhe ja ku jemi neve sot. Edhe shumë njerëz të ndryshëm janë. Prandaj edhe ambientet e kishave nuk janë të mbushur plot, sepse me anë të besimit njerëzit të ndryshëm vendosin që të zgjedhin, të bëjnë aktivitete të ndryshme duke vendosur rëndësi atyre aktiviteteve. Edhe neve mund të vinë me justifikime të ndryshme që është e rëndësishme kjo gjë. Unë kam kohë herës tjetër. Por ne nuk e dim që neve do të vim nesër apo? E dim ne që do të jemi vetë dielën tjetër? Mund ndodhi që edhe rrugës do ditën më vrapë. Ndërsa shkon në shtëpi. Njerëzit kanë qenë brenda shtëpi, kanë hyrë dush, kanë rashit, kanë vrarë. Kokën kanë hyrë në koma dhe kanë vdekur. Madje ose po kanë vdekur direkt. Kemi dëgjuar histori të plota.
Atëherë gjarpi i tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia di që do t'i hap, që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do t'jeni në gjendje si Perëndia të njëjtë të mirën dhe të keqen. Por nuk ishte vetëm thashë. Neve e dim se ç'është. Në momenti që neve morëm këtë, njohjen të mirës së të keqes, hyri frika, hyri paniku, hyri egoizmi, hyri mashtrimi, hyri xhelozia, gjitha këto gjërat me. Keni vënë në re që kur ti ndan me njerëzit, me miq të tu, jo të gjithë gëzohen për arritjet e tu. Por xhelozojnë. Janë shumë të paktë ata që gëzojnë me arritjet e tu, me punën ta. Nuk e thon me gjithë shpirt, me u kënaqa, o ç'më bëre qefi. Asnjëri nuk e thon. Shumë rrallë janë që e thonë. Vargjet dhe 6 dhe 7 të kapitullit 3 thot. Dhe gruaja pa që pema ishte mirë për t'u ngrënë, që ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë, dhe e mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapu syt të dyve dhe pan që ishin lakuriq, kështu ata qepën gjatë fiku dhe bën breza për të mbuluar. Kjo filloi e parë, frikë, turpi. Edhe sot e kësaj dite neve vrasim shumë mendjen. Na vdiqe. Çfarë do thot komshia? Çfarë do thot bota për këtë veprimi që bën? Nuk reagojmë në mënyrë që kjo po më shqetëson mua shpirtërisht. Po më lodh mua. Po me edukatën time, nuk po na e prish shqetësinë familjare. Edhe kur neve kur i themi dhe fëmijëve. Po gjë e parë që neve themi na vdiqe. Por e çmande komshi. Nuk mendojmë për atë tonën njërë, për paqen familjare, për harmoninë familjare që është në atë momente edhe prishë. Edhe njëjta gjë dhe ndodhi dhe këtu. Ta të dy nuk ishin bashkë, burri me gruan. Kjo është temë shumë e thellë për tu biseduar. Por neve e dim që edhe qofse nuk janë bashkë, familjarisht, burri e grua, ajo shtëpi nuk e ka të gjatë, nuk qëndron dot. Sepse ka kollana të ndryshme, që nuk janë të lidhura bashkë. Duhet të jenë bashkë, që të punojnë, që të qëndrojë e fortë. Nuk mund të qëndrojë. Jo kjo është kuleta ime, jo kjo është leku im, jo kjo është rroga ime, jo po ty çfarë duhet do ta jap unë, çka ti nuk hecën, nuk qëndron. Unë mundoheni sa të doni, por do vi momenti që do prish. Se në fund fare, do vi një moment që ti lodhesh e me fund e varë, kur nëse do të diskutohen, ju jeni mund të keni eksperjenca më shumë. E po fund fare lekët e mia prishën, çka ket. Pra nuk mund të qëndrojnë veç. Po duhet kem unë një lek veç. No, jo po kësë quhet veç. Prandaj në familje duhet të thuhet e shëjona. Jo e imja. Sepse në momentin që do të thuhet është e imja, ka fillu krisja. Ti nuk mund të shikosh si puna atyre plasaritjeve të murit që ndodhin në lëkundje të ndryshme, pastaj fillon e dalin me pa. Mungesa e besimit bëri që njeriu të binte në mëkat. Dhe nuk u gënjy Adami, thot këtu, por gruaja u gënjy dhe ra në shkelje. Por gjithashtu Adami la vet. Faji është i përbashkë. Pra ajo çfarë është e rëndësishme është që gjithmonë vendimet të merren bashkë. Jo vetë. Po ndonjëherë të dy duhet të guxojnë. Mua më pëlqen një thënie që është çike çuditshme. Sa ti bëj zgjuar i llogarit, do të vllai marru punë. Se ne bëjmë llogarit jo mu poq, jo mu doq, jo se kam, jo po prisha këto, nuk kam ma, e kështu me radhë. Ai marroi punë, i guxoi. O ty të fyt, si themin. Do dalë. Mashtrimi e shkatërron besimin, mashtrimi të çon në shkelje. Pastaj çfarë bën? Mungesa besimit është shkelje, është mëkat, që thuhet në Bibël. Prandaj besimi është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Jo vetëm që të largon, prandaj dhe Zoti kërkon besimin. Duket sikur është diçka skllavërore, kur ti thua, kur Zoti thotë është i detyruar besimi.
që të kesh besim që të vish të kesh marrëdhënie me. Por në fakt është duke parë gjitha këto gjullurdi që ndodhin në jetën tonë, është për shkak të mosbesimit që e çon njeriu në shkelje. Është për shkak të mosbesimit që neve largohemi dhe nga shoqëria, nga miqësia. Në momentin që neve e shikojmë që dikush na bën, na do të mirën, me vënë. Nuk merrem më vetë. Edhe largohem. Edhe duke larguar, ndonjëherë varet çfarë marrëdhënie je, por mund të dhe të lëndoj. Që të çon dhe në dëshpërim. Në dëshpërim ne e dim se çfarë ndodh. Ikoli, largimi, shpenzimi parave pa kriter, ndodh në familje, ndodh në shoqëri e kudo. Një njeri nuk mund të shpëtohet pa besim. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra që të mos mburret askush. Një njeri nuk mund të shpëtohet pa besim, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson të mos u mbas për të ketë jetën e përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij, sepse bota tashmë ishte e humbur. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Që në momentin që neve jemi larguar nga besimi me Perëndin, ndodh gjithashtu që ne tashmë jemi të humbur. Nuk është se Perëndia paracakton dikë ta çojë atje në vdekje, në humbje. Nuk është se dëshiron që njerëzit të shkojnë atje, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin Zotin tonë. Është për shkak se njerëzit refuzojnë të besojnë. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit, do të shpëtohesh, sepse me zemrën njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Dhe tek Veprat kapitulli 2 vargu 38, besoni thot në Krishtin Jezus, rrëfeni mëkatet tuaja dhe pagëzoni në emër të Atit të Birit të Frymëzimit, në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Por besimi është shumë i rëndësishëm, është hap shumë i rëndësishëm në marrëdhënien tonë me Zotin. Sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Sepse ne jetojmë përmes besimit atë çfarë e ka premtuar, jo në atë çfarë shikojmë që ndodh më tash. E tash ajo na gënjen. Por për shkak të besimit, për shkak të premtimit që kemi në Zotin, neve jemi të shpëtuar. Sepse në të zbulohet drejtësia e Perëndis, nga besimi në besim, siç është shkruar, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Kjo vlen edhe në marrëdhëniet tona, shoqërore, miqësore, prind, fëmijë, bashkëshort, kudo. Kush janë të drejtët? Të drejtët do të thotë kush janë ata që janë të shpëtuar? Dikush që është shpajsuar përmes gjakut të Krishtit, ka vendosur besimin në Krishtin. Kjo thjesht do të thotë të jesh në vendin e dur në marrëdhënien me Zotin. Të jesh në rregull me Zotin nuk fitohet përmes veprave, po përmes besimit. Nuk ka çmim, domethënë monetar, fizik, por çmimi është zemra, besimi. Adami dhe Eva e humbën marrëdhënien me Zotin përmes mosbesimit ndaj Zotit. Ne duhet ta mbajmë këtë marrëdhënie pra përmes besimit. Jezusi duke përgjigjur atyre, në vërtet po ju them, keni besim dhe mos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që unë i bëra fikut, por edhe sikur t'i thoni këtij mali hiqu ande dhe hidhu në det, kjo do të ndodhë dhe gjithçka të kërkoni në lutje duke patur besim. Me gjithë zemrën do të merrni. Në Mateu 21 vargjet 20-22. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon udhëtia, le të kërkojë nga Perëndia që i jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do të jepet, por le ta kërkojë me besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon ngjan vanës së detit, të cilën e ngre dhe përplas erën. Dhe ky njeri të mos pandesë do të marrë diçka nga Zoti. Kemi tek Jakobi kapitulli 1 vargjet 5 dhe 7. Jeni të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vërgullues, duke kërkuar cilin mund t'i përpijë me mendje.
armiku bëhet mambje. Mund bëhet miku vegla më e fuqishme, por mund bëhet dhe armiku. Kundërshtojeni duke qëndruar patundur në besim, sepse e dini që të njëjtat vuajt e po heqin dhe vëllezërit tuaj të shpërndarë në përbot. Mbi të gjitha duke mbarë mburojën e besimit, me të cilën mund të shohini të gjitha shigjetat e zjarta të likut. Efesianët kapitulli 6 vargu 16. Mbi të gjitha do të thotë që besimi juaj është pjesa më e rëndësishme e armatimit tuaj shpirtëror. Te Testamenti i Ri, që është i vërtetës, thotë besimi juaj është mburoj që duhet ta mbani, që ju mundson të përcjellni gjithçka që djalli hedh kundër jush. Armiku mposhti Adamin dhe Evën jo me forcë dhe pushtet, por duke sulmuar besimin e tyre, por duke sulmuar në mandin e tyre. Sulmi kryesor i Satanit është ndaj besimit tonë në Perëndim. Ne e mposhtim armikun duke ruajtur besimin tonë. Lufto luftën e drejtë të besimit. Rrok jetën e përjetshme në të cilën o thirrë dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarëve. I thot Pali Timoteu te kapitulli 6 vargu 12. Dhe Jezus i tha, nëse ti mund të besosh çdo gjë është e mundshme për atë që beson. Jezus i tha atyre, prej mos besimit tuaj, sepse në të vërtet po ju them, se po të keni besim si një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali zhvendosu nga atje dhe ai do të zhvendosë. Asgjë nuk është e pamundshme. E fundit përmbyllje, asgjë është e pamundur për ty, por është tu. Besimi ju bën pothuajse po aq të gjithë pushtetshëm sa Perëndia, në saj të hyj nis së huazu. Zoti ta jep të lloj pushteti, por asnjëri prej nesh të ka zbuluar që të jetë i palëkundur. Unë mund t'i bëj të gjitha gjërat me anë të Krishtit që më forcon, thot Pali te kapitulli 4 të Filipianëve, vargu 13. Mos e shihni situatën tuaj si të pashpresë dhe të pandryshueshme. Perëndia shkëlqen duke ndryshuar situata që duken të pamundur. Ai merr më shumë nga ai. Mos thuaj nuk mundem, po ti mundesh. Ka shumë vargje të tjera biblike që na e forcojnë besimin. Mirë, faleminderit për vëmendjen.